E kupton në rastin e pejgamberit dhe në këtë rast, që shkon te secila prej shtëpive që mi ndërru musafirin, që i ka ardhur musafir, e ne nuk besoj asnjërit prej nesh që tu në xhami, që na ka ndodhur ditë më na ardhi musafir e mos me pas asgjë në shtëpi vetëm se ujë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyet dhe thojnë të gjitha gratë nuk kemi asgjë tjetër përveç ujit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyet sahabët: kush po e merr këtë musafir mi gostit, mi qaros? Kush po e merr në konak këtë musafir timin? Dhe qohet njëri prej ansarëve. Thotë unë do ta marr në konak dhe do ta gostis musafirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe niset ky ansar dhe shkon tek bashortja e tij, shkon në shtëpinë e tij. Dhe i thotë: o gruaja ime, e kemi sot musafir, një musafir të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përgatiti ushqim që ta nderojmë musafirin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra ja cek musafirin e pejgamberit, pra nuk është musafir i çfarëdoshëm, është musafir special. Është për këtyre personave të veçantë që Allah i lartësuar na ka nderuar që na mi gostit. Dhe kthehet bashortja dhe shikon çfarë ka në shtëpinë e saj. Dhe gjen ushqimin, vetëm ushqimin e të vegjëlive, ushqimin e fëmijëve që e ka pas për darkën e sontit. Dhe i tregon burrit, i thotë: e kemi vetëm ushqimin që kam pas me u përgatit fëmijëve. Atëherë ky ansar e bën një veprim të jashtëzakonshëm, veprim madhështor. I thotë: vendosi fëmijët në gjumë më herët, mashtroi fëmijët, edhe atë ushqimin e fëmijëve përgatite për musafirin tonë. Çfarë bëni në këtë veprim? I japi përparësi një nderimi, i japi përparësi një bujarie që mi nderu një musafir prej musafirëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ashtu veproi kjo grua fisnike, Allahu qoftë i kënaqur me të. I vendosi fëmijët e saj në gjumë. E kush janë më të dashur, ju që jeni prind? E dini sa është vështirë mi lon fëmijët unt, e mi lon në gjumë pa hongër, çfarë dhimbte dhe çfarë dëmshurie dhe çfarë dashnie kanë prindi për fëmijën, megjithatë i japin përparësi. Dhe i vendos fëmijët në gjumë dhe e vendos atë ushqim e përgatit dhe ja servojnë përpara musafirit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bëhet kishe po e rregullon atë fenarin, atë llampën dhe e enal dhe që në formë që më apo me dije musafirit që mos më ngushtuaj, kishe edhe këta po hajin. Dhe këta bëhen kishe po hajin me gjuhën e tyre, kishe po mërtypen dhe kishe po zgjatin dorën rreth gjellës dhe nuk marrin as pak nga ushqimi të cilën ja servojnë musafirit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çfarë ndodh? Han si është më smiri musafiri dhe flan atë natë dhe në sabah ngritet dhe shkon. Këtë ndodhi